Grupi militant palestines Hamasi duket se do të hedhë poshtë propozimin e paqes të prezantuar nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili synon përfundimin e konfliktit dyvjeçar në rripin e Gazës. Sipas mediave ndërkombëtare, kreu i krahut ushtarak të Hamasit, Izz al-Din al-Ahad, e ka cilësuar këtë plan si një kurth politik dhe ushtarak që mund të çojë në shkatrimin e strukturës ushtarake të grupit dhe humbjen e kontrollit mbi zonën. Plani miratuar nga Izraeli dhe i promovuar nga Shtëpia e Bardhë kërkon që Hamasi të dorëzojë gjitha pengjet brenda 72 orëve të para dhe parashikon përjashtimin e grupit nga qeverisja e ardhshme e Gazës. Këto kushte kanë shkaktuar kundërshtim të forta tek krahët ushtarak të Hamasit, cilët besohet të mbajnë ende 48 pengje, nga të cilët vetëm 20 mendohet të jenë gjallë. Për grupin militant, dorëzimi i pengjeve brenda afatit do të përbënte një humbje strategjike dhe një goditje të rëndë për kredibilitetin e tyre. Ndërkohë, sipas BBC dhe mediave të tjera, disa figura të lidershipit politik të Hamasit në Katar janë më të hapura ndaj shqyrtimit të planit, duke diskutuar mundësinë e disa ndryshimeve në mënyrë që të arrihet një kompromis. Megjithatë, ndikimi i tyre është i kufizuar pasi nuk kontrollon pengjet dhe nuk kanë autoritet të drejtpërdrejtë mbi terrenin në Gaza ku operojnë krahët ushtarak. Propozimi i Trump parashikohet dy skenar kryesor. Në skenarin e parë, nëse Hamasi pranon të lirojë pengjet brenda afatit, forcat izraelite do të tërhiqen gradualisht nga Gaza, duke krijuar një hap të armpushtimit dhe rifillimit të dialogut politik. Në skenarin e dytë, në rast refuzimi, Izraeli do të vazhdojë ofensivën e tij ushtarake në Gaza, duke kërcënuar një përshkallëzim të dhunës dhe duke rrezikuar përhapjen e konfliktit në rajon. Analistët e çështjeve ndërkombëtare paralajmëruan se refuzimi i Hamasit mund të çojë në një val të rrethune, ku civilët do të jenë më të rrezikuar dhe mund të rrisin tensione dhe me vendet fshinje që përpiqen të ndërmjetësojnë. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar dhe vendet e përfshira të negociatave, përfshirë Egjiptin dhe Katarin, po punojnë për të mbitur grupin të pranojë një zgjedhje paqësore, duke shmangur kështu një eskalim të mëtejshëm të konfliktit.